Ndërsa nisma anti-informalitet ka hyrë në fazën e dytë, Ministri i Financave dhe Biznesi janë ulur në diskutime për ta bërë më të lehtë këtë proces, që në finale synon zhvillimin e sipërmarrjes dhe ekonomisë. Gjatë një mëngjesi pune, drejtuesit e Business Albania i kanë paraqitur kreut të financave shqetësimet e tyre. Kemi vështirësi në procedurat e mbylljes aktiviteteve dhe regjistrimin e aktivitetit. Një gjë që besoj të gjithë e dim, zoti Ahmet e ka parasysh. Ne kemi bërë edhe vjetë propozim, Komisioni i Apelimit, ne mendojmë që të kalojë në varësi të Ministrisë Financave, nuk mundet ata që vënë gjoba dhe ata të gjykojnë gjobat e. Nuk është një gjë e re, por ne mendojmë se ka ardhur koha që kjo të bëhet. Shpesh ndodh si sistemi elektronik nuk është tashmë kjo një shqetësim, por ka qenë, nuk e di, le ta themi që po, edhe për këtë arsye gjobitesh për shkak të sistemit, nuk mundet të pranohet një gjob për shkak të sistemit, domethënë duhet të shikohet edhe kjo gjë. Dhe brenda kësaj pakete do jetë edhe detyrimi që për ato që ju fitonin në apel, apeli do jetë një kompozim as pak i dominuar nga Ministria e Financave dhe nga tatimet. Për ato që ju fitonin në apel nuk do të shkohet nga ana e tatimeve në gjykat. Pra të mbyllet në atë nivel. Kreu i Business Albania Luan Bregasi kërkoi ndihmën e kryefinancierit Ametaj edhe për zgjidhjen e çështjeve në sektorin e ndërtimit. Të ndihmohet sektori i ndërtimit duke legalizuar dhe regjistruar më shumë se 300 objekte që ende nuk janë mbaruar. Dhe që presin në zyrat e ZRVP-s apo të Aloizit. Ndihmohet të jetë një politikë e shtetit. Tashmë ju po legalizoni dhe ndërtime, domethënë pa leje çfarë të mundesh tani, disa objekte që kanë mbetur biznesit, sepse i hapin rrugën marrjes kreditive, ku diun lehtësohen banorët e tjera. Ministri i Financave bëri të ditur gjithashtu se formalizimi do të përfshijë dhe marrëdhënien mes bankave dhe biznesit, për sa i përket kredisë. Për sa i përket pjesës të marrëdhënieve me bankat, aty do jetë dita e fundit që bankat do mund të pranojnë bilancet pa certifikuara nga tatimet. Në 1 janar të 2018-s, asnjë nga ne nuk do të vejë në bank të marrë kredi pa një bilanc të certifikuar nga tatimet. Kjo është shumë e rëndësishme, besoj unë, sepse deri atëherë do ju jetë dhënë mundësia që unë se përdor kur fjalën amnisti, sepse nuk do të ketë asnjëherë amnisti, por do të keni mundësi vetë deklarimi asetesh dhe vetë korrigjimi për të rregulluar bilancin një herë mirë. Kreu i Financave Arben Ametaj ka ripërsëritur qëndrimin e qeverisë se vitin e ardhshëm nuk do të ketë rritje taksash, por lehtësi procedurash për biznesin.